Të dashur miq, jam në Mexico City. Kush do të thoshte që do të takoja dhe do të darkoja sonte me një shqiptar? Është Mërgim Berisha, një shqiptar nga Malisheva që jeton që 10 vite në Mexico City dhe i cili më ftoi për dark dhe ishte me të vërtet kënaqësi ta takoja. Do të flasim pak më tepër me Mërgimin se çfarë bën realisht në Meksiko dhe si ka ardhur këtu për të punuar dhe për të jetuar. Mërgimi mbrëma. Mbrëma. Misi e ardhur në Meksikë. Faleminderit shumë. Nga ky shqiptar në Meksik, nga erdhe? Unë kam ardhur në Meksikë se 10 vite. Kam jetuar në Itali shumë kohë. Edhe e kom nusën në Meksikane edhe 2 fëmijë këtu në Meksikë. Çfarë bën në Meksik? Në Meksikë unë kam një biznes të flokëve edhe të suvenirëve. Si është jeta në Meksik? Por mua jeta në Meksikë është jeta më e mirë në botë. Kam jetuar në Itali shumë kohë dhe tash në Meksikë jam. Edhe më pëlqen shumë jeta në Meksikë. Njerëzit e Meksikës shumë gjëra të tjera. A ke menduar ndonjëherë që kemë kalu jetën në Meksik? Jo, jeta kuitivike shërbimet e jetës sorresa. Unë s'e kam kur që përfundoj në Meksikë, po për momentin jam këtu dhe jam shumë i kënaqur. A vjen në Kosovë? Erdhësh me familjarët e tu? Po, mendoj çdo vit me shku me familjen tim në Kosovë që jeton. Mund çdo mos për me shku çdo vit në Kosovë. A është vërtet që në Meksik thuhet se ka pasiguri jeta jo e sigurt për njerëzit? Në Mexico City ka shumë zona të ndryshme vetëm. Pra nuk është e vërtetë Meksiko është shumë e sigurt. Jeta është shumë e mirë edhe më pëlqen shumë. A mendon me ardhmë me jetu në Kosovë apo je integru tash në Meksikë? Për momentin jo se unë kam këto bizneset, punën edhe familjen. Më lajkot ndryshme mendoj që po. Biznesi ecë mirë? Shumë mirë. Je i kënaqur do të thotë me jetën? Shumë i kënaqur. Atëherë faleminderit shumë. Unë veç desha që prezantoj edhe me publikun shqiptar, edhe pse ju më thatë që edhe në të kaluarën me një takuar apo jo me Arianitin. Po, këto kena prit Arianitin. Meksikë e kena prit. Mi sigar Meksikë. Faleminderit shumë. Unë merr mirë që të takova. Faleminderit shumë. Edhe shpresoj se pjesa kalon mirë në lojën e botës. Faleminderit shumë.